4 minuta neve, që jemi kaq larg. Unë dua t'ju falenderoj sepse ju e bëni me shumë seriozitet punën tuaj. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse ne jemi ata që ikëm e praktikën vendin, kështu që unë personalisht ndjej vetëm as kush e flas për hallet e Shqipërisë, kush që ka ikur. Kështu që ju që jeni aty dhe që e bëni me kaq seriozitet jeni vërtet njerëz të bekuar, do thosha rreth parë. Edhe jeni edhe shpresa e shqiptarëve që jetojnë aty, edhe ne që jeni në punë lidhemi për turista. Ajo që doja unë të thosha është që kushtet që neve të keni ikur herë me dëshirë pa dëshirë ka shqiptar të larguar, të paktën për fëmijët ta kishin të lehtë t'i bënim automatikisht shqiptar me pasaporta, sepse është si procesi komplikuar, edhe se kanë lindur këtu t'i bënim pak më shpejt me pasaporta që ta kenë me vete, që të paktën edhe po suptojmë do të kthehen ata një ditë të do jetë një gjenerat më ndoshta më mendje hapur, më të lehtë do ta kenë besoj kthimin. Të dëgjova. Që atje kemi, shkurt më abeti dhe të dëgjova. Ju falenderoj shumë për punën që bëni për Shqipërinë, për ta përmirësuar, për ta rregulluar me ritëm mirëqenien. Falënderime. Faleminderit ty. O Enrik. Ku je më vlla? Jo, po I them Enrikut, është Enriku në Londër. Enrik, ku je? Ju përshëndes gjithë dhe më mbroma njerë. Jemi ti këtë emocionum se s'kemi folë për ne kështu, se unë as TikTok nuk futem as nuk e di jam Tash sfutesh dot se s'ka. Jetoj në Londër. Tash ti sfutesh dot me se s'ka TikTok, e mbyllëm ne. Ka kontaktuar një nga shokët që kemi aty, Arturi, dhe shkarkova aplikacionit për punën e votimit, se faktikisht nuk kisha informacion shumë online. Unë personalisht jam regjistruar. Ti je në rregull pra tash, ti dhe kush është si ti duhet ta çojë votën ke posta. Po, ajo ka, ajo më falë që s'bëhet fjallë, unë po them thjesht, aty ku punoj unë, e di. Edhe erdha këtej për mënd e kokës, dhe me thëmë edhe po, kam disa persona që punoj. Po mirë më për mënd e kokës, ti s'ke shku në honë, në Angli e 2 orë rrugë është ktheu. Në Angli, atje kam qenë profesor, po ktheu. Pia kafen, ajo kafen famshme, përsa këtej punojmë në ndërtim, që do bëjmë? Ktheu, ju falenderoj gjithë edhe forca që çfarë keni mundësi të kontaktoni, t'i nxisni që ta hedhin atë votë atje në post, edhe të marrim atë mbështetje që na takon nga ana juaj nga jashtë, se këtu mrena ne vazhdojmë punën. Ju falenderoj shumë, ju falenderoj të gjithëve edhe urdime dhe fitore, patjetër. Ola, po të presim në qershor, Ola. Ti na dhe datën më të shpejt. Ju falenderoj shumë. Fitore. Edhe faleminderit është shumë të Ola në qershor, në qershor. Tani gjithë e njohën Shqipërinë për një destinacion shumë bukur turistik, edhe isha shumë e lumtur për një pianiste që unë duhet t'i ofroja shërbimin tim, tha që këtë vit është edhe bashkëpunimi mes pianistëve këtu dhe pianistëve Shqipërisë, edhe kishte një mendim shumë të mirë edhe të pashtë për Shqipërinë, edhe ndjehem çdo ditë më e lumtur që unë punoj edhe marrë një feedback shumë të mirë nga banorët këtu. Hajde bëu vetë feedbacku tani, qershor. E po do vi do ta marrësh fjalën, do vi takoj. Po patjetër, 100% ja këtu s'kam ku iki, jam peng. Faleminderit shumë. Ciao, mirëpafshim. Suksese. Po Mali, ti kisha edhe një problem